Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 gradë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka shkuar në shtëpinë e familjes Rasha në Laprak, djali më i vogël i së cilës, Klodiani, u vra 2 ditë më parë nga një efektiv i forcave shqiponja. Kryeministri ndodhej në familjen e Qazim Rashës për të shprehur ngushëllimet për humbjen e djalit. Nga Amerika ku ndodhej prej disa ditësh, Rama mbërriti me zitën e sotme. Ai është drejtuar vendit me një mesazh për vrasjen e të riut. Sapo kam zbritur në Tiranë, kam shkuar në familjen e ndjerit. Jam prekur pa mas nga pritja e tyre dhe urtësia e fjalëve të babait Klodianit. Asnjë lule vetme nuk mund të preket në Tiranë në emrin e tim biri. Ne duam drejtësi, jo zhurmë politike, më tha ai. Por dua t'ia drejtoj familjes të afërmve dhe miqve të djalit e të humbur edhe publikisht shprehjen e ndjesës dhe të keqardhësisë të thellë, bashkë me ngushëllimet e mia të ndjera për humbjen e tyre të patregueshme. E kam fare të qartë se fjalët të rast janë krejt pafuqishme për ballëdhimbjes e boshllëkut që përjetojnë baba, nëna, motra, vëllezërit e Klodianit, xhaxhallarët, dajat, e djemt dhe vajzat e tyre. Por përveç fjalëve të ndjesës dhe të ngushëllimit, drejtësisë për viktimën dhe reflektimit mbi ngjarjen, qëndrimit afër familjes dhe marrjes pjesë në ndihmën e tyre, asgjë tjetër nuk mbetet fatkeqësisht pas një jete të humbur befasisht. Efektivi i policisë ka vrarë një njeri në mënyrën më të pashpjegueshme deri tani dhe krejt pa asnjë lidhje me ndonjë mision, operacion apo objektiv të lidhur me aktivitetin e policisë shtetit në atë vend dhe në ato orë shumë të vonë. Por pavarësisht faktit se vrasja e njeriu është kryer thjesht dhe vetëm nga një njeri tjetër, arma ishte shteti. Prandaj dhe ndjesa i takon shtetit, bashkë me angazhimin e zbardhjes plot dhe të ndëshkimit ligjor të autorit. Seanca gjyqësore për efektivin e policisë Nevaldo Hajdaraj që vrau 25 vjeçarin Klodian Rasha është shtyrë për ditën e nesërme. Masa e sigurisë pritet që të jepet nesër. Punonjësi i policisë kishte kërkuar Klodian Rashës që të ndalonte, por ai nuk ishte bindur duke vrapuar dhe në tentativë për të ikur policit është qelluar me armëzjarri. Sipas informacioneve për mediat, 25 vjeçari është qelluar me armëzjarri 2 herë. Ai është qelluar një herë me një plumb në shpatull dhe i ka prekur zemrën. Pastaj ka edhe një goditje në kokë, të cilat i kanë shkaktuar vdekjen. Vdekja e Klodian Rashës është shënuar në orën 01:23 dhe ka mbërritur i pajetë në spital. Është shpallur në kërkim këngëtari Arkimend Lusha, i njohur me emrin e artit Stresi, pasi ka marrë pjesë ditën e djeshme në protestën e dhunshme për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha nga efektivi. Ndërkohë janë arrestuar 3 organizatorët. Gjatë natës, policia e shtetit ka vijuar me aksione për arrestimin dhe shoqërimin e pjesëmarrësve në protestën e pasdites së 9 dhjetorit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sipas policisë, për grumbullimin e manifestimin e palishëm janë arrestuar në flagrancë 3 shtetas, janë proceduar në gjendje të lirë 4, si dhe janë shpallur në kërkim 8 shtetas të tjerë. Mësohet se është shpallur në kërkim dhe këngëtari i njohur Stresi, i cili konsiderohet dhe dyshohet si organizator i protestës. Këta shtetas ditën e djeshme në bulevardin Dëshmorët e Kombit kanë protestuar në mënyrë të palishme, duke kundërshtuar me dhunë dhe goditur me sende të forta punonjësit e policisë, si dhe në vende të ndryshme kanë shkatruar pronën shtetërore dhe ato private. Kanë qelluar disa herë pas here në drejtim të forcave të policisë me sende të forta, lëndë piroteknike, duke lënduar 16 punonjës policie në detyrë. Punonjësit e lënduar janë efektiv të patrullave të përgjithshme dhe të forcës së ndërhyrjes së shpejtë, si dhe kanë thyer me gur disa automjete të policisë, informoi sot policia. Robert Poshnjari, 21 vjeç, banues në Tiranë, Altin Koçi, 29 vjeç, banues në Durrës dhe Wilson Kulemani, 23 vjeç. Specialistët për hetimin e krimit në Komisariatin e Policisë nr. 1 në përfundim të veprimeve të kryera në lidhje me protestën e palishme të zhvilluar në bulevardin Dëshmorët e Kombit arrestuan në flagrancë personat e identifikuar si organizator për veprat penale, organizim dhe pjesëmarrje në tubime të palishme dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, kundërshtimi i punonjësit të policisë të rendit publik, prishja e qetësisë publike, shkatërimet e pronës me zjarr dhe mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë të rendit publik. Shtetasit krahas policisë së Tiranës dhe ajo e Durrësit ka proceduar penalisht 2 të rinj pasi organizuan protestën për vrasjen e Klodian Rashës, i cili u qelluar për vdekje nga efektivi i policisë me natën e së hënës. Blut e Durrësit njoftojnë se të rinjt Artion Bajramaj, 30 vjeç dhe Shuqyri Mortollaro, 26 vjeç, u proceduan për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të palishme.
Ta dy persona sipas policisë organizuan një grumbullim me rreth 40 persona pa lejen e organeve kompetente. Në njoftimin e policisë thuhet se policia do të marrë masa të mos lejojë protesta të tilla. Njëkohësisht policia u bën thirrje qytetarëve që të mos bëhen pjesë e protestave të palishme, pasi do të marrë masa dhe nuk do lejojë të zhvillojnë protesta të tilla. Ndërsa organizatorët dhe pjesëmarrësit do të përballen me forcën e ligjit, mbyllet njoftimi i policisë. Ditën e sotme në qytetin e Korçës ka shpërthyer protesta për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha nga një efektiv policie. Mijëra qytetarë janë mbledhur në rrugët e qytetit, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe përplasjet me policin, kur një efektiv ka mbetur edhe i plagosur. Ndërkohë mes protestuesve është edhe një grua e cila mban në dorë foton e Klodian Rashës, ndërsa falenderon edhe reperin Stresi që qëndroi në krye të protestave ditën e djeshme. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 873 raste të reja dhe 14 vdekje. Në total, Ministria e Shëndetësisë ka bërë me dije se janë testuar 2714 persona në të gjithë vendin, ndërsa në spitale janë 436 persona që po trajtohen, 29 në terapi intensive dhe 7 në intubim. Në 24 orët e fundit janë raportuar 373 persona të infektuar, ndërsa betejën me koronavirusin e kanë humbur 14 qytetarë. Sipas njoftimit zyrtar, ditën e sotme janë bërë 2714 testime, duke përfshirë testet e shpejta që tashmë kanë nisur të përdoren. Ministria e Shëndetësisë njofton 2714 testime, 537 të shëruar, 873 raste të reja dhe 4 humbje jete në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtohet qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë me mjekun e familjes për të referuar për testim, ndjekje të vazhdueshme dhe për rimbursimin e barnave të trajtimit ambulator në banesë. Nëse ende nuk e dini cili është mjeku juaj i familjes, telefononi në linjën e gjelbër Fala 0800 40 40. Është e rëndësishme të telefononi urgjencën kombëtare 127 kur dyshoni se keni shenja të sëmundjes dhe duhet të kryeni testimin për Covid, apo nëse keni nevojë për trajtim të specializuar spitalor në spitalet Covid. Në 24 orët e fundit situata paraqitet si vijon. Janë kryer 2714 testime, duke përfshirë këtu edhe testet e shpejta. Rastet pozitive janë konfirmuar dhe identifikuar në këto bashki: 364 raste në Tiranë, 100 në Fier, 67 në Lezhë, 22 në Librazh, 14 në Krujë, 18 raste në Lushnjë, 13 në Kurbin, 11 në Malësit Madhe, 10 raste në Korçë, Përmet, Peqin, 9 raste në Tepelen, 7 raste në Delvin, 6 në Gjirokastër, Mallakastër, 5 raste në Puk dhe Gramsh, 4 në Kukës, 2 në Kolonjë, 1 rast në Devoll, Has, Vlorë, Berat, Pogradec, Dibër, Kuçov. Në 24 orët e fundit janë shëruar 537 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve 23609 që nga fillimi i epidemisë. Numri të shtruarve në spitale është i qëndrueshëm. Aktualisht në 4 spitalet Covid po trajtohen 436 pacientë, 29 në terapi intensive. 7 pacientë janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 14 qytetarë me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet Covid, 5 qytetarë nga Tirana, 2 nga Durrësi, 2 nga Kruja, 1 qytetar nga Elbasani, 1 nga Gjirokastra, 1 nga Shkodra, 1 nga Saranda, 1 nga Kuçova, të moshave 56 deri te 14 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime familjarëve të ndjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka bërë apel qytetarëve të kufizojnë kontaktet dhe të shmangin çdo dalje të panevojshme, të mbajnë maskën dhe të kujdesen për higjienën personale, për të kufizuar përhapjen e COVID-19. Zbatoni me përpikmëri rregullat dhe mos e uli vigjilencën asnjë moment. Duhet të mbroni shëndetin tuaj dhe të afërmëve tuaj nga ky virus i rrezikshëm. Një tjetër mjeke ka humbur betejën me COVID-19. Pas vdekjes në Itali të neurologu Drini Dobi mësohet se sot ka ndërruar jetë pneumologja Flutura Hashorva. Mjekja ka ndruar jetë në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, ndërsa prej 48 vitesh ka punuar si mjeke. Fillimisht shërbeu në sanatorium, dispanseri dhe më pas në një klinik private në Tiranë. 2 vite më parë, kur vajza e vogël nga Kuçova, vetëm 8 vjeç, atëherë abuzoi seksualisht nga 57 vjeçarja jedume, nëna e vajzës Ilda Duraj ka treguar se vajza këto ditë i ka thënë se çfarë kishte ndodhur me të. Ngjarja e rëndë e abuzimit seksual me një 10 vjeçare në qytetin e Kuçovës, ngjarje që tronditi sot mbar opinionin publik, e ka zanafillën 2 vite më parë. Në vitin 2018, kur vajza me inicialet AD ishte në klasën e 3 dhe vetëm 8 vjeçe, filloi dhe kalvari i gjatë i abuzimit me të. Vetë vajza duke treguar ngjarjen në fen se një ditë kur ishte kthyer nga shkolla e gjen 57 vjeçarin Ajet Dume të dehur. Ai e merr në dhomën e tij dhe abuzon seksualisht me të. Pas kësaj i moshuari kishte thënë se kjo ishte një gjë normale që kryenin të rriturit me fëmijët. Vajza po
pohon se fillimisht ajo nuk e dinte se çfarë ishte veprimi që kishte kryer 57 vjeçari me të, por kur e kishte kuptuar i kishte thënë të mos e prekte më, pasi në të kundërt do ta tregonte prindërve. Nëna e vajzës Ilta Duraj tregon se vajza vetëm sot i ka treguar se çfarë kishte ndodhur me të për 2 vite me radhë. Pas këtij rrëfimi, nëna tregon se u tmerrua dhe ka shkuar menjëherë bashkë me vajzën në polici për të denoncuar abuzuesin. Nuk moron se leqe frika ishte në fakt, ishte dhe frika më tepër. Edhe e mora vesh dije tani, përfundimisht edhe mosës durimi. Nuk kisha me të prisja. Ai vinte i pirë për dita. Vinte i pirë. Nuk rinte një ditë pa pirë. Po? Një ditë pa pirë, sërinte. Edhe bende marrëdhënie me çu. Jo, s'ka treguar nga punë e frikës, se i thoshte, po tregove do të vras. Mbante këto mjetet në te koka. Unë ndjeva shumë keq, sa s'marrat fikt. Se unë sa isha me lodhur nga puna, sa erdha. Kuptat që pa kështu, prita dhe burin, edhe i ka lartë. Kohën e fundit, a i sa vinde pinte, edhe pinte më shumë, edhe abuzon të bitë qupën, edhe qupa pasaj vinde e këputë. Sa vinde e këputesh. 57 vjeçari ai e dume tashmë i arrestuar nga policia për ngjarjen e rënd jetonte i vetëm në banesë. 11 vjet më parë ishte e njohur me babain e vajzës që asa kohë nuk kishte lindur ende dhe pasi ky i fundit i kishte treguar se jetonte me gruan jashtë, ai u kishte dhënë me qira 2 prej dhomave të shtëpisë së tij. Ai e dume dhe çifti Dura jetonin prej 11 vitesh në të njëjtin shtëpi me abuzuesin, i cili kishte mbajtur për vete një dhomë ku edhe ka ndodhur ngjarja. Asa kohë kur çifti Dura u shpërngul në banesën e Ajetit, nuk kishte asnjë fëmijë dhe 3 vite më vonë lindi dhe vajza me inicialet AD e vite më pas vajza e vogël 5 vjeçe. 2 vëllezërit nga Pogradeci janë gjetur sot pa jetë në një fushë pranë fshatit Maliq të Korçës. Ngjarja është mbuluar nga misteri, ndërsa bëhet me dije se ata janë qelluar me armëzjarri 4 herë në kokë dhe më pas janë hedhur në një kanal vaditës pranë arave në fshatin Zvirin. Gjendjen të pajetë trupat e 2 vëllezërve në fshatin Zvirin të bashkisë Maliq. Bëhet fjalë për shtetasin Andrea dhe Martin Oldashi, 33 dhe 31 vjeç. Sipas policisë, këta shtetas ishin larguar nga banesa e tyre që prej mbrëmjes së 7 dhjetorit dhe deri në gjetjen e trupave të pajetë nuk ka patur asnjë informacion për ta. Në lidhje me këtë ngjarje, menjëherë është ngritur një grup i posaçëm hetimor me ekspertët më të mirë të policisë kriminale të strukturave hetimore në drejtorinë vendore të policisë së Korçës, në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Korç, ndërsa forca operacionale nga Korça dhe efektiv të komisariatit të Maliqit kanë nisur krehjen e zonës. Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes së rënd, ndërsa mësohet se njëri prej tyre, Andrea Oldashi, ka qenë disa herë në burg për vjedhje, kryesisht banesash. Sipas njoftimit të policisë thuhet më datë 10/12/2020, rreth orës 11:50 në fshatin Zvirin, në afërsi të vendit të quajtur Kisha e Vogël, janë gjetur të pajetë trupat e vëllezërve AO 33 vjeç dhe MO 31 vjeç, banues në Pogradec, të cilët dyshohet të kenë humbur jetën si pasojë e përdorimit të armës së zjarrit. Këta shtetas ishin larguar nga banesa e tyre që prej mbrëmjes së datës 7/12/2020. Këshilltari i Bashkisë së Shkodrës, Arbis Vjerda, pronari i një prej lokaleve që u përfshi nga flakët një natë më parë në Shkodër, ka folur lidhur me ngjarjen. Ai hedh poshtë deklarimet e shefit operacional të zjarrfikse se zjarri ka ardhur nga bombulat e gazit, por thotë se ka patur një shpërthim të qëllimshëm. Pronari lokalit që u shkrumbua një ditë më parë, Arbis Vjerda, hedh dyshime se shkaki i zjarrit nuk ka qenë bombula e gazit siç është raportuar, por eksploziv. Nuk kam parë policë që të bëjë hetimin më të mëtejshëm, jam person publik, zhvilloj një luftë të mirë ose të keqe, shoh aty persona që bëjnë 3 foto, po ato 3 foto mjaftojnë për ta kuptuar që është eksploziv, ka thënë ai ndër të tjera. Duken qartë që kamat e bazamentit të ashensorit nuk janë të deformume, janë thjesht të hapur, janë të plasme. Me fjalë edhe një njeri që nuk ka lidhje hiç, por që ka mjaftuar me pa 2 filma aksion, e shoh që ajo është eksplozion. Pastaj ju thash edhe herë, kriminalistika merr ato tamponat e vetat që i bën analizat dhe shefa ka pas benzinë, naftë, zjarr elektrikut apo ka pas eksploziv. Unë them që ka pas eksploziv, mirë është ata që merren me atë punë thonë ka pas eksploziv. Dhe unë nuk jam me inkompetenci zotnia i zjarrfiksave që thot ka pas bombula gazi, se ma përpara unë pyeta njerëz që merren, policisë që janë policëshëm, pa llogari që nuk don shumë mend ajo punë për me pa që është eksploziv ajo. Më pas ai përmend edhe ish-ministrin e shëndetësisë dhe deputetin socialist Ilir Beqa. Ju referoheni një personit që kam postuar në faqen time në Facebook, deputetit Ilir Beqa, që deputeti Ilir Beqa është një maskara me çizme, nuk ja heku asnjë presje, që është armiku i Shkodrës, nuk ja heku prap asnjë presje, por nuk mund besoj që ai bën në një nivel ordin ndërsa më kthy një luftë politike, unë bëj politikë, Ilir Beqa bën politikë,
edhe nuk më mërmen që një luftë politike të kthehet në një luftë personale, me fjalë, aja është në qoftë se kam në mendjen time një listë njerëzish, aja është i fundit që unë mund dyshoj që mund të kem marrë nga dora ti, por Maskaralleku nuk ka limite në këtë botë, edhe nuk mund të më thanë që ashtë apo nuk ashtë ai. Po mrena shpirtit tem nuk besoj që i ka në ato nivele. Ambasadori i SBA-s në Tiranë, Yuri Kim, ka dhënë një mesazh për sa i përket ngritjes së gjykatës kushtetuese. Ambasadori shpreh se qytetarët s'duan të presin deri në zgjedhjet e ardhshme për të pasur një gjykatë kushtetuese. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, ka bërë thirrje palëve politike që të japin fund lojrave për ngritjen e gjykatës kushtetuese. Në një intervistë për VOA, Kim ka thënë se njerëzit duhet të presin zgjedhjet e ardhshme për të pasur një gjykatë kushtetuese funksionale. Sipas kryediplomates së SBA në Tiranë, shqiptarët duhet të presin derisa Bashkimi Evropian të marrë vendimin për çeljen e negociatave për të patur sundimin e ligjit në vend. Yuri Kim është shprehur: "Unë nuk mendoj se njerëzit duhet të presin deri zgjedhjet e ardhshme për të pasur një gjykatë kushtetuese. Ata nuk duhet të presin derisa Bashkimi Evropian të marrë një vendim për të pasur sundim të ligjit. Ata e duan tani. Ata e donin një vit më parë. Ata e donin 4 vjet më parë. Ata donin 30 vjet më parë. Ka ardhur koha. Mjaft me lojra." Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur. Programin e Zjarr Televizion do të keni mundësi ta ndiqni në kanalin 9 në Vodafone, në Tring Digital, si dhe në live stream zjarr.tv. E ju urojmë shikim të këndshëm.